Nga reforma e 2014-s ne kemi marrë mundësinë që ato komuna të cilat kanë qenë të vogla, të varfra, të cilat kanë pasur popullsi të vogël, shumë punonjës dhe as pak investime, sot të kemi mundësinë që të shohim rrugë të asfaltuara brenda fshatrave për herë të parë. Dhe këtë dua ta thjeshtëzoj debatin e reformës së fundit territoriale te efekti ekonomik që ai ka dhënë, si një efekt i cili mundëson zhvillimin më të mirë dhe jetesën më të mirë të banorëve në to. Thënë kjo, dua të përqendrohem në atë që unë gjykoj se është thelbi se si ne duhet shohim reformën e ardhshme territoriale. Ne duhet që të arrim një reformë të tillë e cila mundëson të plotësoj 3 parakushte. E para, ekonominë, që ekonomia mund të realizohet vetëm përmes ekonomisë së shkallës. E dyta, identitetin, sidomos në këtë qark ku ne kemi çamërin në Konispol, minoritetin në Finiq, labërin në Delvin, labërin në Selenicë të shkëputur nga labëria bregdetare e Himarës, Myzeqen e kështu me radhë. Elementi identitar nuk duhet parë si diçka e cila nuk është pjesë e reformës territoriale, sepse në të gjitha praktikat më të mira botërore, krijimi i hapësirave, krahinave gjeografike dhe kulturore përbëjnë parakusht për reformën territoriale. Momenti i tretë ka të bëjë me shërbimin dhe afrimin e shërbimit sa më afër qytetarëve. Tani këto të treja mund të duken kundërthënëse, por janë të shumta modelet të cilat mundsojnë edhe arritjen e ekonomisë së shkallës, pra të hapësirës më të gjerë, të mundësimit të bashkive pra më të mëdha në kuptimin ekonomik apo të qarqeve apo të çfarëdo lloji njësie të qeverisjes vendore, dhe njëherazi të mundsojnë të zgjedhur përmes të zgjedhurve arritjen e këtyre objektivave të cilat kanë të bëjnë me njësi më të vogla. Dhe për ta përmbyllur, dua ta marr një shembull që s'dua të marr asnjë bashki këtu, sepse janë të gjitha bashkitë janë le të themi miqtan. Saç nuk ka kuptim që në një pikë kufitare, që ne kemi fshatra në pika që janë të ndara mes dy bashkive, ti kalon nga 100 milion euro në 3 milion euro buxhet, ti kalon nga 80 milion euro në 2 milion euro buxhet, nga 40 milion euro në 2 milion euro buxhet, dhe gjithë e kuptojmë për cilat ato bashki, sepse pikërisht, por nuk është se meritojnë ato fshatra cilat janë në bashki me 100 milion euro më shumë se ato fshatra që janë bashki me 2 milion euro. Qytetarët meritojnë njësoj. Po aq është e rëndësishme që të ruhen elementet e shërbimit akoma dhe më afër se sa janë sot, dhe elementet identitare të krahinave, si Konispoli, si Finiqi, si Delvina, si Selenica e kështu me radhë, brenda së njëjtës reformë territoriale. Nëse ne arrim në këtë ekuacion që të bjem bashkë në radhë parë, dhe mos e kthejmë në politikë siç nuk po kthehet fatmirësisht, që të arrim në këtë ekuacion të përputhim këto dy momente, atëherë unë besoj se do të kemi bërë një reformë territoriale që do të jetë edhe më e mirë se sa ajo që kemi dhe që ka dhënë rezultate suksesshme. Ju falenderoj.